Maska me qumësht që zhduk rrudhat brënda ditës, ja receta. Larja e fytyrës me qumësht është gjëja më e mirë që mund të bëni edhe nëse keni lëkurë më të ndjeshme në botë dhe më problematike. Përbërësit janë 4 lugë qumësht, 2 lugë fara tërshëre. Merreni farat e tërshërës, hidheni në një tas dhe më pas hidhni 2 lugë qumësht. Përzieni mirë përbërësit dhe i lini të qëndrojnë në një ambient të ngrohtë për disa minuta derisa të zbuten farat në qumësht. Në këtë mënyrë, farat e zbutura nuk do ta dëmtojnë lëkurën. Vendoseni maskën e përgatitur në fytyrë dhe i lini të qëndrojë për disa minuta. Zakonisht trajtimet i lini të qëndrojnë për 15 minuta. Pastaj, shpëlajini fytyrën me ujë të pastër. Qumshti pastron, limon dhe zbardhon pigmentin e lëkurës.